محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falënderimet për uljet në nshtrimet i takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të ditës së gjykimit. Dëshmoj me bindje të thellë se askush nuk adhurohet me merit dhe me të drejtë përveç Tij, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte rob dhe është i dërguar i Tij. Salavat dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbar pasues të Tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër të imanit, lavdi qoftë Allahut i cili na udhëzoi në Islam, e vetmja rrugë e shpëtimit, e sigurisë në dunja dhe në ahiret. Të jesh musliman do të thotë të jesh i nënshtruar ndaj Allahut, të jesh triumfues në dunja, por do të jesh triumfues dhe në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, zbritja e Kur'anit zbriti në Mekka, në gjuhën arabe. Atë botë Mekkan e kishte kapluar ignoranca e thellë, devijim në besim, dhe në mesin e devijimeve të qarta ishte padrejtësia që i bëhet femrës. Allahu kur e përshkruan ditën e gjykimit, pjesë të citateve është wa idhal mau'udatu su'ilat, dhe kur vajza do të ringjallet në ditën e gjykimit do të pyetet, e cila ishte varrosur për së gjalli nga ignorantët dhe të paditurit e Mekkës, bi ayyi dhanbin qutilat, me çfarë, për çfarë gjunahi ishin vrarë. Aq ishin ignorant dhe të paditur, por ata nga ignoranca e thellë që kishin, sepse dëshironin djem që të bëhej në fushë betej, që të mbrohej nderi, që të mbrohej krenaria, pra ky ishte motivi i ignorancës. Nuk bënin tregti ata edhe pse ishin pabesimtar, por kjo ishte një pikë e errët e ignorancës së tyre, dhe Allahu e përshkruan. Ardhja e Islamit, zbritja e Kur'anit, ardhja e Muhamedit alayhi salatu wassalam, e ngriti këtë çështje madhore në Mekka, që femra para se të lind duhet të jetë e mirë së ardhur në familje, dhe është njoll e ignorancës që të mos kesh dëshirë të lindësh në familje të vjen një vajzë. Ja çfarë thot Allahu në librin e Tij? Walillahi mulku samawati wal ard. Gjithçka ka në qiell dhe çka ka në tokë janë në sundimin e Allahut, janë pasuria e Allahut. Allahu zotron qiellin dhe tokën. Yakhluqu ma yasha. Ai krijon çka të don ai. Pastaj thot, përderisa femra
ishte atë botën në nëshmuar, Allahu thot, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura. Allahu kujt i don i jap si begati i dhuron vajzë, e kujt e don i dhuron djalë. Pra, e përmend Kur'an të parën vajzën, pastaj e përmend djalin. Për çfarë? Sigurisht se djali është më i fuqishëm. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, kjo është natyrshme, por me që mushrikët e Mekkës e kishin këtë ignorancë, Allahu po i edukon që dhurata e madhe në familje është të vijë një vajzë, pastaj të vijë edhe një djalë. Kjo është ajo që jep mesazh Islami atë botë në botën e errët, që po na kthehet edhe në shekujt e fundit dhe në kohën cilën jetojmë, në ngjyra të ndryshme edhe më të errëta se sa ignorantët e Mekkës, që tani më në botë janë dalë dosje që njerëzit bojnë dhe kanë bërë krime me vajzat, pra të mitura, apo me femra që bojnë tregti. Të dashur besimtar, ne si popull jemi të mashtruar, po thuaj se mendojmë që perëndimi është civilizimi. Perëndimi është kultura. Perëndimi është e ardhmja e popullit tonë. Por çdo herë kur ky term neve na servohet, dijeni se është për qëllim me luftu Islamin. Sepse historia në trojet shqiptarë është mësu histori komuniste. Dhe këtë e kanë servuar të gjeneratat e reja. Për këtë është edhe vështirë të gjejmë një historian të mirëfill që e shpjegon me guxim realitetin. Prandaj kur thuhet perëndimi është për qëllim me luftu fenë e Allahut, po një gjë duhet ta dini se kultura e vërtet, civilizimi i vërtet është aty ku ka gjallëri praktikimi fjalës së Allahut edhe fjalës pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe nëse është Mekka dhe s'ka Islam, aty ka ignorancë. Edhe nëse është Medine, nëse nuk ka praktikim fesë, aty ka ignorancë. Pra nuk ka rëndësi lindja dhe perëndimi, por ka rëndësi udhëzimi dhe devijimi. Është një fjalë dhe një shprehje që nuk na ndahet. Dhe ne duhet ta pranojmë. Në Islam femra është e izoluar dhe kjo është e vërtetë. Dhe faktet që shfaqen këto ditë, se çfarë bëjnë njerëzit që s'kan besim dhe s'kan moral, është e vërtetë se në Islam femra është e izoluar. Pra është e izoluar nga çdo tentativë që të prekin kriminalët. Është e izoluar nga çdo rrugë që e çon degenerim. Është e izoluar nga çdo devijim. Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij çfarë thot? Ja eyuhan nabiyyu, o pejgamber, qul li azwajika, thuaj bashkëshortëve tua, wa banatika, dhe vajzave tua. Pra shifni çfarë thot Allahu. E urdhon pejgamberin alayhis salatu wassalam të fillojë nga bashkëshortja vajzat. Pastaj thot wa nisa'il mu'minin, dhe gratë e besimtarve, yudnina alejhinne min jalabibihinne, që ta mbulojnë trupin e tyre, të kenë veshje islame. Pra nuk po është thirrje kjo që të mbulohen me kulturë arabe, se kultura arabe tani me ishte para si të zbritin këto ajete. Lakuritësia, at-tabarruj, zhveshja, tani me ishte kultura arabe, edhe alkooli ishte kultura arabe. Kjo ishte kultura arabe. Por çfarë zbret Allahu? Çfarë thot Allahu? Thuaj besimtarve, grave të besimtarve, jo grave të arabëve, por grave të besimtarve, ku do që jenë ata? Çfarë do kontinenti që janë ata? Çfarë do shekulli që janë ata? Yudnina alejhinne min jalabibihinne, që ta mbulojnë trupin e tyre. Pastaj çfarë thot Allahu? Dhalika adna an yu'rafna. Kjo është më e afërta që të njihen ato. Çfarë do të thotë kjo? Komentatorët e Kuranit thonë, kjo është më e afërta që ato të njihen, pra që janë besimtare, që e mbulojnë trupin e tyre, që s'kan qëllime tjera. En ju dhejne, që të mos lëndohen ato, që të mos ngacmohen ato. Vetëm këtë pjesë të ajetit, sikur pa besimtarët, do ta logjikonin, do ta meditonin, që Allahu thret në mbulesën që ato të ruhen, edhe të njihen ato,
me mbulesën e tyre, me nderin e tyre, do ta kuptonin mirësinë e Islamit dhe njerëz do ta pranonin Islamin. Çdo urdhër që urdhon Allahu, çdo ndalesë që ndalon Allahu, çfarë do qoftë ajo, nëse meditohet për çfarë urtësie ka urdhëruar Allahu, njerëzit do ta pranonin Islamin. Ka mjekë që e pranojnë Islamin kur i përshtatet vetëm një hadith me atë çfarë studion. Por Allahu subhanahu wa ta'ala thret në mbulesë, dhalika adna yu'rafna fala yu'dhain, thojnë dietarët, dhe të mbulohen gratë besimtare që ato të jenë të lira. Disa mufesirin kanë thënë, është për qëllim le të mbulohen që ato të jenë të lira, të mos jenë të robruara, pra të izolohen, por çfarë? Të japin siguri jetës së tyre. Mbulesa e ruan derin e saj. Pra e izolon, sepse nëse një femër e zhveshur, nëse një femër, siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, ajo cila parfimoset, zbukurohet, pra e ndjek shejtani, pra shkon në rrugët e shejtanit, është e mallkuar. Për çfarë? Sepse ajo mbetet si një copë mishi në mesin e qenve, të cilët janë njerëz, shumë njerëz janë të pamoralshëm, të pandershëm. E kush janë ata? Ata që nuk besojnë Allahu, nuk i përfillin urnat e Allahut, sepse Allahu thot, thuaj besimtarëve të le ta ruajnë shiqimin. Pra besimtari duhet ta ruajë shiqimin. Gratë kanë të lejuar me anë xhami, mirë po të ndarë nga safet. Për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë safi më i mirë i burrave është i pari, ndërsa i femrave është i fundit. E gjithë kjo që të jenë rrugë të ndara, që të mos ketë përzierje, që të ruhet nderi i femrave. Andaj, është e vërtet që në Islam femra është e izoluar, por që të mbrohet nga çdo kurthe e pabesimtarve, e keqbërësve, e tregtarve, të cilët ruajnë me nderin e femrave. Ja çfarë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tunkahu al-ayyimatu hatta tusta'mar. Nuk lejohet me martu një grua e cila është e vej, derisa ajo të qartësoj dëshminë e saj. Pastaj ka thënë wala tunkahu al-bikru hatta tusta'dhan, edhe nuk lejohet me martu me një vajzë të virgjër derisa të merret miratimi i saj. Cili është miratimi i saj? Heshtja e saj. Pra nuk ka në Islam me detyru femrën që të martohet. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Nuk i lejohet një besimtare që beson Allahun dhe ditën e gjykimit an tusafira masirata yawmin wa layla, që më marr një rrugë udhtim një natë dhe një ditë, illa ma'adhi mahram, përveç se duhet të ketë një kujdestar. Haxhi është një prej shtyllave të mëdha të Islamit. Nëse një femër nuk ka një përgjegjës, bashkëshort, vëlla, prind që ta shoqërojë atë, bjen obligueshmëria e haxhit. Për çfarë? Sepse duhet jetë e sigurt rrugëtimi i një gruaje besimtare. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam man ala jariyatayn hatta tablugha al-jana, hatta tablugha, ai cili rrit dy vajza derisa ato të arrin moshën e pubertetit, ana wa huwa, unë do të jem afër ti, dhe ai do të jetë afër meje në ditën e gjykimit. Pra pozitë e lartë në ditën e gjykimit Jannatul Firdaus, nëse ti edukon një vajzë në edukim të mirëfillt, dhe nëse edukohet në një edukat islame, sigurisht se ajo në të gjitha rrethana do të jetë e mbrojtur nga vëllezërit e saj, nga besimtarët, nga prindi, nga bashkëshorti, nga evladët, në të gjitha fazat që kalon femra në Islam është e sigurt. Andaj rob të Allahut, kjo është mirësia e madhe e kësaj feje. Përderisa sa kultura që s'kan bazë në fe në Islam e maltërtojnë femrën. Hebrejt janë ata të cilët gjatë ciklit as nuk ushehen me femrën. Islami i shem këto kultura që janë pa baza dhe ndalon vetëm marrëdhënien, kontaktin seksual me bashkëshorten
gjatë periudhës së ciklit, përderisa fe tjera, pra disa e lejojnë krejtësisht, disa e ndalojnë qoftë edhe ushimin me të. Prandaj Islami në të gjitha aspektet i jap rrugtim të drejtë dhe siguri femrës, por nuk e obligon atë çka nuk përkon me natyrshmërinë e saj, me fizikun e saj. Aisha radiallahu anha i ka thënë, ja Rasulullah, hel ala nisa jihad? A kanë gratë jihad? A kanë obligim jihadin? A kanë obligim me marrë armën dhe me dalë fush betej? Kale naam, ka thënë pejgamberi alisatu wasalam, po, jihadun, ato kanë jihad, la qitale fihi, mirë po, nuk ka luft. Dhe ka thënë, el hajju el umre jihaduhunna, haji dhe umreja është jihadi i femrës. Pra jihad është me kry hajin. Kjo është jihadi i femrës, por nuk e obligon fush betej. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qartësuar që femra nuk e ka obligim ardhin në xhami, namazin me xhamat, përderisa meshkujt e kanë obligim. Andaj robët e Allahut, Islami jap pozitë femrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ijtanibu sab'a al-mubiqat, largohuni nga 7 mëkate të mëdha. Mesin atyre dhe mëkateve ka thënë është wa qadhfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, me prek nderin e femrave të ndershme. Dhe prekja nderit është me akuzu me amoralitet. Pra nëse akuzon me kurvri, duhet mirët dhe të ipen të dhe të shkopin. Pra kam gjik, të dhe të kam gjik, si dënim që ke akuzuar një femër të padrejt. Pra është të sigurt nga fjalët e njerëzve. Pra shumë njerëz nuk e dojnë Islamin dhe nuk i dojnë rregullat e Islamit, sepse Islami shumë gjuhë të ndyra i kishte mbyllur. Pra kujt i teket demokraci, kjo është edukata edhe liria, të fyhet nderi njerëzve, të publikohet tjerë, të poshtrohet para tërë botës, pastaj vinë vendimet se çfarë po ndodh. Kjo është kultura evropiane. Pra të preket nderi njerëzve, morali njerëzve, diniteti njerëzve, të fyhen, të shahen, të përqeshen, të nënçmohen. Kjo nuk është në Islam. Për këtë në Islam njeriu jeton liri, është i lirë, sepse është së pari është i sigurt nga gjuha besimtarve. Sepse pejgamberi alayhisalatu wasallam ka thënë, muslimani vërtet është ai i cili tjerët janë të sigurt nga gjuha dhe nga dora e tij. Nga dora e tij pra nga komentet. Përveç është i sigurt që të mos vritet nga dora e besimtarit, të mos nënçmohet me dorën e tij me fyrje, edhe të mos nënçmohet. Pra jemi dëshmitar të kulturës, çfarë kulture kemi ne në komente, çfarë injurime, çfarë fyrjesh. Andaj, robët e Allahut, kjo është Islami që ne krenohemi, mburremi, falënderojmë Allahun që i takojmë kësaj feje. Aq më shumë mësojmë për këtë fe, aq më shumë na shtohet dashuria, na shtohet imani. Aq më shumë largohemi prej kësaj feje, aq më shumë na dobësohet besimi dhe na dobësohen gjitha aspektet. Morali, edukata, kultura, shkatërrohet familja. Lusim Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që të na forcojnë këtë fe. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani wa usalli wa usallim ala nabina Muhammad. Falënderoj Allahun, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasallam, mbi familjen dhe shokët e tij. Të dashur besimtar, Allahu ka zbrit një surë në Kur'an që quhet Suratul Nisa, kaftina e grave, që Allahu flet për të drejtat e femrës, për rregullat, për përgjegjësitë që i ka burri ndaj, për trashëgimin, për të drejtat e saj. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga momentet më të vështira që i ka pas në marrëveshjen e Hudejbijes, kur bën një marrëveshje e vështirë ku gjithë sahabët kanë qenë të mërzitur dhe të pikëlluar se çfarë ndodhi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku nga besimtarët me ngrit, me bë therin e kafshëve dhe me nis drejt Medinës, me rru flok. Askush s'po ndëgjon një moment pejgamberin alayhi salatu wassalam. 3 herë ju tha, derisa hini tek bashortja ati Ummu Salama dhe i tha, ç'është me njerëzit që nuk po dëgjojnë? Tha, o i dërguari i Allahut, del filloti ruarin e kokës, prerje kafshën dhe mos fol.
atëherë kështu veproi pejgamberi alayhis salatu wassalam, pra e mori një mendim të bashkëshortes. Jo, do të thënë, deri në këtë pikë vlerësohet femra në Islam, që i dërguari i Allahut merr një mendim, një këshill në momente të caktuara të vështira. Dhe kështu veproi pejgamberi alayhis salatu wassalam, saqë transmetohet që kishte frikë pra në ato momente që mos po ndodhë ndonjë prekje me armë, aq shpejt filluan njerëzit duke ndjek pejgamberin alayhis salatu wassalam, pra me këshillën që e morën nga Ummu Salama. Ishte një grua në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam që e pastronte xhamin dhe njerëzit nuk ja vënin fort, si me thon, peshën asaj, sepse pastronte xhamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dëgjoi, pra e vreti mungesën e saj, tha çfarë ka ndodhur, tha është vorrosur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i qortoi sahabët, a nuk më keni njoftuar për vdekjen e saj? Shkoi në mesin e vorrezave, ja fali namazin e xhenazës dhe bëri dua dhe ju tha që Allahu ja ka ndriçuar varrin e saj. Pra kështu ndërohet gruaja në Islam në të gjitha aspektet, në të gjitha rrugët, por rruga e shpëtimit për një femër është kur ajo ecë sipas urnave të Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kush mund ta doj më shumë se sa Allahu që ka krijuar, dhe kush mund të di jetën dhe sigurinë e saj më shumë se sa Allahu që ka krijuar. Prandaj siguria në dunja dhe në ahiret është ai që ecë në rrugën e shpëtimit. Ajo është lutja që e bëjmë çdo namaz, ihdinas siratal mustaqim, udhëzon në rrugën e drejtë. Ajo është rruga e pejgamberëve, ajo është rruga e sahabeve, nuk është rruga e atyre që Allahu ka thënë ghayril maghdubi alehim, e jo atyre që është i hidhruar, ata në hebrejt, ata që s'kan ndjenja për fëmijë dhe për njerëz, e as edhe ata cilët janë të devijuar dhe të humbur, siç janë krishtianët. Edhe është pyetur pejgamberi alayhis salatu wassalam, a janë këta, dhe ka thënë kush tjetër pos këtyre. Andaj robët e Allahut, lutim Allahun që të na forcojnë këtë Islam, na mësoj të vdesim në Islam dhe të ringjallemi me fjalën la ilaha illallah, të vdesim me fjalën la ilaha illallah. Andaj lutja jonë e fundit është falëndrimi takon Allahut. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد